Po? Ndjes, Ministria Ibrahimaj, Delina Ibrahimaj, një ndërhyrje. Të bëja një sqarim për qytetarët, që të hedhësh balë të shumë kollaj të shash, shumë kollaj të flasësh pa baza, po në fakt e vërteta është që për shërbimet digjitale Shqipëria është vlerësuar jo nga unë, jo nga kjo qeveri, po nga institucione ndërkombëtare. Ne jemi të 8-ët në Europë për sa i përket ofrimit të shërbimeve digjitale. Ne jemi të 17-ët në botë për sa i përket ofrimit të shërbimeve digjitale. Veprat janë vepra, faktet janë fakte. Orët e radhave, sistemet e ndërtuara kanë ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve shqiptarë që jetojnë në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Sistemet e ngritura për ofrimin e shërbimeve të bizneseve kanë reduktuar kohë dhe para, dhe të gjithë bizneset e kanë mbështetur digitalizimin, pasi në çdo rast ka reduktuar kohë, ka reduktuar para, ka rritur eficiencë dhe ka reduktuar kontaktin ndërmjet biznesit dhe administratës. Është e vërtetë që para disa ditësh ka pasur një problematik në ofrimin e shërbimeve për sa i përket Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Ky disfunksionalitet ka ardhur si pasojë disa ndërhyrjeve në rrjetin e energjisë elektrike, pra pa asnjë lidhje me sistemin e tatimeve, në ndërkohë që disa biznese mbeten ende pa shërbim. Është portali Selfcare, i cili i ofron shërbim bizneseve të cilët deklarojnë 1 apo 2 fatura në muaj dhe koha për të deklaruar është deri në datën 10 shkurt. Pra, asnjë disfunksionalitet në ofrimin e shërbimeve nuk ka ardhur. Është e lehtë thuash pa vërteta, vërtetat janë aty, sistemet e ndërtuara janë aty dhe eficienca e ofrimit të shërbimeve është rritur me shumë fish herë. Zonja Tabaku, replik. Shiko, duhet kesh turp në fakt në radhë parë që dalesh të gënjesh bizneset, se qytetarët shqiptar nuk i gënjen dot. Bizneset të cilët sot po përballen me një mungesë. Vrejtje për fjalorin, ju lutem. Ti fjalorin që më tha ministria, i njëjti. Jo, fjala turp. I njëjti. Fjala turp duhet përjashtohet nga ky kuvend. Më vjen shumë rënd, zoti kryetar, po më le ta përfundoj. Sepse nuk është pjesë e etikës parlamentare. Zoti kryetar. Jo. Ju lutem se po më shpenzoni kohën. Fjala turp kur adreson drejt një kolegu nuk është e lejushme. Kështu që kryetar, po më harxoni kohën. Herës tjetër vazhdoni. Kryetar, faleminderit. Çfarë do themi? Kushdo që gënjen qytetarët shqiptar, kushdo që gënjen bizneset, që nuk kanë votuar për të zbrazur këtë fjalorin jo etik parlamentar. Kushdo që gënjen, ju lutem, koleg. Si do ndërtojmë retorikën tonë? Kushdo që gënjen qytetarët shqiptar, kushdo që mashtron bizneset duhet ketë turp, sepse sot i gjithë sistemi është në kolaps. I gjithë sistemi është në kolaps dhe unë nuk besoj që ka krenari që sot Akshi drejtohet nga një grup i strukturuar kriminal. Bizneset kanë me javë të tëra të cilët nuk dorëzojnë do deklaratat. Bizneset kanë me javë të tëra që përplasen me një sistem që nuk funksionon, megjithëse shkojnë 200 milion euro shtesë në buxhet këtë vit. Bizneset kanë me javë të tëra që nuk dinë se si të raportojnë, kanë me javë të tëra që janë në subjekt i gjobave vetëm prej dështimit të sistemit tuaj. Secili duhet mbaj përgjegjësi këtu për ato që thotë e për ato që bën. Zonja Ministër, unë të sugjeroj meru me punët e tua, mos i vendos fytyrën punëve të tjerëve, meru me përgjegjësitë që ke vetë, sepse unë besoj ishe ke Ministria Financave, tregove se si u largove. Tani, çështja e sistemit të Akshit dhe sistemit i Albania dhe njëkohësisht të gjithë sistemeve që sot kanë rënë prej arrogancës edhe prej përfshirjes së aferave kriminale në tendrat e Akshit, besoj sot është njoll e zezë për Shqipërinë. Jo për qeverinë shqiptare, se qeveria shqiptare me kohë e ka marrë njoll zezë. Të drejtosh tendrat për bizneset nga një grup i strukturuar kriminal, nuk besoj që ka vend tjetër në të gjithë botën, se në rajon as nuk krahasohet. Faleminderit.